Hiç na gjeti çfarë kjo pikë e zezër. Unë duke bërë punën në kuzhinë, Bori duke vazhduar atë detyrën e tij pasionante që ka kur është në shtëpi ulur në koltuke dhe shiko televizorin, duke kaluar ato stacionet, dëgjova titullin e një emisioni, si të trajtohet groja. Edhe s'pata durimi, thash, buri, lere pak, ta dëgjojmë pak të emisionin, i thash. Dhe ai që më kthye, por jo grua, vazhdo aty tani te kuzhina ku jeti, leri ti se çash ka televizori, tha, se merrem unë me këto gjëra. Po jo më thash, se ne femrat jemi të zonja, të bëjmë shumë gjëra në njëjtën kohë, unë edhe punoj këtu e dëgjoj televizorin e dëgjoj tyja e. Vërtet, tha buri? Po mirë, hajde, ta provoj mjerë, tha, edhi me bas këtu, tha që ti nuk bën dot dy gjëra njëkohësisht. Po unë jam duke i bërë, more, i thash. Unë jam këtu duke gatuar, duke pastruar dhe duke dëgjuar televizorin. Si bë ka mundot? Po jam, i thaj, po të kërkoj unë që të bësh dy gjëra njëkohësisht. Pa, më thuj, kush janë ato gjërat? Thue, buri, ja, të ulesh këtu të koltuku, tha, edhe të mos flashësh për afërsisht një orë. E zeza, ku e bëj dotun këtë? Se ne femrat e kemi zakon që duhem të lëvizim, e duhem të flasim, është në natyrën tonë. E unë babastin, i ka se jam bërë ty, more, ty m'jam bërë, e kalofshi bukur ju dhe mos harroni të ndiqni videot në kanalin Komedin Galar për më shumë humor. Kalofshi bukur!